Prej vitesh rruga hyrëse që lidh fshatin Çerm sektor në njësinë administrative të Erbuf me aksin kryesor drejt Bashkisë Divjak dhe autostradës vazhdon të jetë në gjendje të amortizuar. Segmenti prej rreth 2 kilometrash është i mbushur me gropa dhe tëmtime të shumta në asfalt, duke vështirësuar qarkullimin dhe duke shkaktuar dëme të vazhdueshme në automjetet e banorëve. Banorët në një komunikim jashtë kamerës shprehen se prej vitesh kanë kërkuar rehabilitimin e kësaj rruge, por deri më sot nuk është ndërmarr asnjë investim konkret. Sipas tyre në çdo fushat elektorale janë dhënë premtime për rikonstruksionin e segmentit, por ato nuk janë shoqëruar me veprime. Ata tregojnë se çdo ditë përballen me vështirësi në lëvizje, ndërsa dëmtimet e automjeteve janë bërë një kosto e vazhdueshme për familjet. Disa prej banorëve shprehen se Çerm sektor vazhdon të mbetet në arrest infrastrukturore, duke theksuar se edhe pse kanë kaluar vite dhe janë bërë premtime të përsëritura, rruga mbetet jashtë vëmendjes së institucioneve përgjegjëse. Ndërkohë me afrimin e zgjedhjeve vendore, banorët kërkojnë që Bashkia Divjak dhe institucionet përgjegjëse të mos mjaftohen me premtime, por të ndërhyjnë konkretisht për rehabilitimin e këtij segmenti rrugor, i cili prej vitesh është kthyer në një shqetësim të përditshëm për komunitetin.